Përshëndetje, Kamela, është kënaqësi dhe faleminderit për ftesën në radhën e parë. Kurse për samitin e NATO-s në Ankara është ndër samitet për Turqinë shumë jetik, për të ardhmen e NATO-s është shumë i rëndësishëm dhe për funksionin e NATO-s në rajonin, domethënë pra në Europë dhe lindjen e mesme, besohet ose thuhet pak deri me tani që do të kemi rezultate krejt të ndryshme nga ato çfarë kanë qenë në samitet e tjera dhe ky samit nuk i përket asnjë lloj samitit e tjera, biles tashmë Latuftës që ftohsi ishte 1-0, NATO e 1-0, pastaj u bë 2-0 dhe tani pritet që të jetë 3-0, por gjithsesi pas ardhjes të liderëve, pas konsultimeve të mëdha dhe pas pritshmërisë të zotit Trump, çfarë pret që të marrin nga Europa, pra nga këto vendet e tjera të cilat Amerika për 7-8 dekadash i mbron, i ruan, sa do të paguajnë këta për këtë siguri, për këtë komfort që ka dekada që e mbajnë. Këto do të jenë të gjitha pyetjet kryesore ku ky samit i bërë në Ankara dhe në një kohë kur në dy anet e Turqisë, pra qoftë nga lindja e Turqisë, po ashtu edhe nga deti i zi i Turqisë është lufta Rusi-Ukrainë, matan është edhe lufta e Iranit dhe ka një domethënie shumë të rëndësishme. Kryeqyteti i Turqisë është blinduar tashmë nga qielli, nga toka, nga të gjitha anet dhe asnjë asnjë zog nuk fluturon dot në Ankara për të prishur qetësinë e këtij samiti, i cili me këtë samit në Ankara, në kryeqytetin e Ankaras ka shumë aeroporte, pra qoftë aeroportin International Esenboğa, po ashtu edhe aeroportet të tjera, tashmë në qendër të Ankaras, vetëm 2-3 minuta larg pallatit presidencial, pra larg sarajeve të presidentit Erdogan, është bërë një aeroport tjetër Apastafat, ku për herë të parë ka zbritur presidenti i zoti Erdogan me 15 qershor dhe për tash i dyti do të jetë zoti Trump që do të zbresin në këtë avion. Është një samit shumë i rëndësishëm, siç e thash, Kamela, për të gjithanë, ku do kemi pjesëmarrjen edhe nga Shqipëria dhe nga shumë vende tjera të Ballkanit.